Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Stivi, vi nga qyteti Lushnjës, jam 30 vjeç. Momentalisht jam staf në qendrën Teen Challenge Albania prej 2 vitesh, por para se të isha staf dhe unë kam patur një jetë goxha të vështirë me varësi, duke filluar që nga mosha 12 vjeçe, e nisa me thjesht me një cigare hashash, më pas me cigare normale, me pak alkool, bixhoz, me të vjedhur, me të mashtruar, derisa arrita në drogë. Për 15 vjet nuk kam patur një jetë, ose të them disa gjëra të bukura, thjesht mashtroja vete, mendoja se me këtë jetë shoqëria që unë kisha ishte shoqëria më e ngushtë e imja, shoqëria që vërtet mua më donin, por nuk e kuptoja kur që për 15 vjet kisha qenë i përdorur nga shoqëria, nga njerëzit, nga të gjithë. Nuk e pash kur veten që vërtet Stivi mund të ishte ky që ishte. Ishte i dashur me tjerët, por i keq i vetes dhe i familjes. Ashtu siç Zoti Jorges tha, unë se dija foli për planet e Zotit, dija që Zoti kishte plane për mua. Gjithmonë mendoja se duke ecur në këtë rrugë me varësi, do vinte një ditë që do pija, do konsumoja aq shumë derisa mund ta gjeja veten të vdekur. Unë kam vazhduar shkollën e lartë, e kam mbaruar për informatikë ekonomike dhe master profesional, dhe masin për informatikë ekonomike, profesionalin, dhe e ushtrova si profesion teknik kompjuterash dhe telefonash, kisha dhe biznesin tim. Përdorimi, droga, të përdorje drogë nuk ishte lehtë, për unë gjithmonë gënjeja veten sepse çdo fitim që bëja unë ja jepja drogës, asnjë lek unë nuk e çoja në shtëpi. Kënaqja vetëm epshet e mia, kur thon edhe në fjalë Zot mos shko pas epsheve rinore, por vërtet unë atje isha shumë i dashuruar. Isha i dashuruar me çdo gjë që bota kishte. Nuk isha i dashuruar fare me familjen time. Unë kam dhe një motër që është më e madhe. E gjithë familja ime linte kokën dhe mundohej ku e ku që Stivin ta nxirin më mirë në fisin e tyre, në shoqërinë, në lagja kudo, por Stivi gjithmonë i ulte kokën me sjelljen e tij, me mashtrimet e tij, me çdo gjë që bënte. Erdhi fundi, familja vërtet si Shebri tha që e largoi, mua më nxorën totalisht jashtë shtëpisë, më thanë nuk ke më punë, jo borxhe që ne nuk t'i laj më, por na u zhduk dhe nuk je më bir jon, mundësisht dhe në gjendje civile harroje, nuk je më djali im, më thot babi. E gjeta vetëm, e gjeta vërtet më pas një shokët donin vetëm kur unë kisha lek dhe blija drogë, jo kur unë kisha nevojë. Pas disa muajsh vërtet duke jetuar jashtë i kërkoj familjes ndihmë, por kësaj herë jo më ndihmë të lutem la borxhe, po të lutem ndihmo sepse kam nevojë të ndihmohem. Familja patjetër, ndihma e parë që i shkonte në mendje, ata çojmë çunin në spital, se është për spital. Shkova në spital prapë për dora. I mashtrova prapë, i theva prapë atë pikë shpresë që ata kishin. Aty dhe familja më tha që mirë që Zot nuk paska për ne, po për ne nuk paska më as edhe një pikë shpresa. Por motra nuk u dorëzua, gjithashtu dhe burri i saj që jam shumë falenderues. Ata kërkuan në internet dhe gjetën qendrën Teen Challenge, ma prezantuan. Kur e pash fillim u duk si thjesht një shtëpi fshati, unë isha rritur në pallat, ka tret mes gjithë mirave, dhe të mendoja që do shkoja mes pulave, thosha nuk e gjej veten këtu, por vërtet aty Zoti kishte plan që unë vërtet të laja kotecin e pulave, kishte plan të ktheja tokën, të thyja hundën time, si isha shumë krenar, shumë mendje madh, më pëlqente shumë vetja, në çdo gjë që bëja më pëlqente vetja dhe nuk thosha kur që jam gabim, po gjithmonë unë jam drejt, po ju jeni gabim, ju s'më kuptoni mua. Në muajin e dytë përsëri me një sjellje shumë të keqe, Zoti Jorges më thot Stiv rruga jo ndalohet këtu, me sjelljen tënde do edhe të pije edhe cigare, madje në qendër nuk lejohet as edhe një gjë, as cigare, as telefon, as gjë. Unë tentova ta bëja këtë për shkak të treguar tjerëve që ja unë i thyej rregullat, jam rebel, por në fakt pa e kuptuar që unë prapë dëmtoja veten time. Dola jashtë, hapa syt për 2 muaj që isha i pastër, hapa syt dhe pash që çka kisha katranosur për 15 vite. Jo vetëm 15 vite në mashtrim, po në moj edhe ato pa vajt 12 vjeç, prapë mashtroja familje, nuk e vjedhur nga pak lek.
pash se çfarë kisha bërë dhe ja i kam marrë zotin e orkestrës telefonin, kam të lutem ndihmo të kthehem përsëri. Ma dha dhe një mundësi, edhe e di që ishte zoti aty me zotin e orkestrës ma dha atë mundësi. Edhe doja vërtet të ndryshoja. Isha lodhur duke mos u kthyer më mbrapa. Në momentin që vjen koha për të pakëzuar, isha duke lexuar Biblën dhe në momentin e parë që hap fletën e parë të Biblës, lexonte God Love You, kam thënë, kisha dhe një djalë që kisha këtu ngjitur. Në fakt ishte një zemër dhe aty lexonte God Love You dhe ky djalë më shkruan Gjoni 3:16. Pashë thash, mirë unë jam mirë pas, ti s'je mirë të keq vllai. Dhe në fakt ishte koha e devocionit duke lexuar Biblën dhe çdo ditë dëgjoja Jezus i të shpëton, Jezus i të shëron, Jezus i të heq skllavërinë nga droga edhe nga të gjitha. Po unë s'kisha besim, kur nuk kisha besim, sepse gjithmonë mashtroja veten dhe thosha nuk ka diçka tjetër që mund të ndryshoj. Por Zoti ishte aty. Atë mos besimin tim, Zoti ishte duke më punuar dhe duke më dhënë dëshmi që unë jam i gjallë dhe unë mund të ndryshoj ty. Muajt kaluan, ditët kaluan dhe vjen koha e pakëzimit. Patjetër unë kisha përjetuar një prekje nga Zoti, po doja shumë të ndihmoj edhe tim të rinj që po vinin. Dhe vendos pakëzohem për vetmin fakt sepse nuk doja më të kthesha në atë stiv që isha. Thash, mu dha një mundësi e fundit e imja dhe dua ta shfrytëzoj deri në fund. Dhe ajo mundësi vërtet më dha vërtet për unë sot e kuptoj, se në drejtën basa dhe deri dje ose për dje nuk e kuptoja, për vërtet sot e kuptoj që Zoti pas ka qenë kaq i mirë me mua, më ka lënë të shkoja aq në fund, të shisja të gjitha gjërat e mia, ta çoja jetën time tek Satani sa që më merrte edhe vetë shpirtin tim dhe ai prapë ndonte, unë s'e kuptoja, nuk e kuptoja fare. Mbarova programin të challenge për një vit. Më dha mundësia të isha asistent duke ndihmuar djemtë e tjerë që ishin studentë në qendër. Dhe lutja ime ishte jo vetëm që unë të mbaroja dhe të isha mirë, por doja që dhe mami dhe babi im të vinin në kish. Lutesha dhe ne jemi, si thash, unë jam nga qyteti i vogël i Lushnjës. Lushnja kaq sa është kjo kisha, edhe normalisht çfarë do bënte Ervini atje në fund e merrte vesh ai cepit. Edhe të gjithë kur shkonin për në kish shkonin si të fshehur. Ashtu ishte dhe babi me mamin tim dhe unë këtë lutesh që Zot lutem përdori preki ata që të shkojnë kish dhe ata që ne të flasim të njëjtën gjuhë. Pas disa muajsh familja ime shkon kish dhe beson në Krisht. Babi ishte ai që nuk besonte. Babi ishte ai që nuk besonte fare në Zot dhe babi ishte i pari që i thoshte mamit hajde të shkojmë direkt në kish se ditë diel sot. Dhe më gëzon fakti, por akoma më shumë më gëzon fakti sepse motra dhe kunati im, të dy vinë të shtunave në kish, vinë dhe të grupi i shtëpisë ku unë sot e drejtoj, jam një nga drejtuesit e grupeve të shtëpiave, por gjëja tjetër që më shumë më gëzon është sepse motra thotë që unë kam një mbes të vogël, është dhe një që është mbark motrës që është duke ardhur për pak ditë besoj. Edhe më pëlqen sepse motra thotë që unë duhet të rris fëmijët e mi në kish, para në prezencën e Zotit. Dhe për mua kjo është bekim, është një përgjigje lutjesh që unë kisha para 2 vitesh që e bëja këtë gjë. Dhe më gëzon. Jam shumë i gëzuar për veten time, për jetën time, për të ardhmen time, për vërtet për shoqërinë që kam sot. Dhe një gjë që mua më bekon më shumë është sepse jam lutur dhe për ata shokët e mi të vjetër që i kam pas atje jashtë, dhe thosha, o Zot lutem të paktën më bë dëshmi që ta shoh një nga ata. Për disa jam, nuk e di, jam dukur si qesharak, se di, por shoku im i ngushtë sot është në program dhe është në muajin e 6. Edhe nuk është merita ime, nuk është merita e dëshmisë time, por është merita e Jezus Krishtit. Zoti na bekov të gjithë. Faleminderit.